Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Jo, shikues të emisionit pa titull në TV Arbri. Sonte mysafir me neve, si zakonisht çdo shtun edhe ditën e emision, është e pamundur të pas mysafir, se përndryshe s'ka kuptim as emisioni. Sonte me neve është një shokëgjë i vjetër pak. Jo në mosh, po jem shoqni dhe kam deri me prezentu edhe m'ju falendru që ka pranu me konë pjesë e këtij emisionit Faton Isufi. Faton, faleminderit shumë për kohën që ke gjetë me konë pjesë e këtij emisionit. Knatësi edhe për mua, faleminderit shumë edhe të uroj për emisionin. Dani edhe është nder me qenë edhe për ballë teje dhe ti ke qenë një artist në kohën tonde, që edhe shumë gjenerata kemi ngu muzikën tonde, kështu që për mua shumë knatësi me qenë emisionin tuaj. Faleminderit shumë, Faton. Apo më tregon çka ka treja rreth muzikës ka Fatoni? Çka ka bën Fatoni konkretisht, përveç darsmave dhe mraje muzikore? Kryesisht viti, edhe që i jam pas, po dhe tani ky, që jemi në muajin e 4, që po shkon shumë shpejt, më duket turbo. Po vren thinja që shkon shpejt. Në përgjithësi, me mbrëmjet të ndryshme, në për ambiente, muj me thonë, edhe kafeteri, klabe, po ashtu dhe tash jemi në muajin prill, është një mini sezon e dasmave. Zakonisht lidhen me pushimet e diasporës. Dasma këtë gjithçka është me diasporë. Edhe normalisht projektet e cilat janë duke u punu, unë bashkëpunoj me studion Duo Bass Records për shumë vite me radhë, Gjoqi dhe antari grupit që jemi bashkë Endrit Regjepi, unë do zakonisht me qenë pjesë edhe e punës tem, po tash jemi në fazën me thonë përfundimtare të disa këngëve dhe projekteve që do të i lansojmë njën muajin maj edhe tjetër në muajin qershor. Tuat, kështu original? Të mija po original edhe disa janë në bashkëpunim me grupin që kemi. Po, nuk janë covera të ripërpunu me këngë të vjetra diçka kështu, jo, janë domethënë produkti joti komplet i grupit tënd. Jo, një këngë që më të bëj është Jemja, ndërsa me grupin janë përpunuar normalisht. Këngë edhe të mahershme që zakonisht po i sillmi edhe tani. Këto janë për momentin, për vitit që janë pas normalisht, kemi pas edhe albumin që kemi bërë bashkë me grupin. Po mundohemi zakonisht me rana vitit me qenë pjesë edhe projekteve. Je kogja aktiv në përdarsma, ndryshme edhe mbrëmje muzikore. Edhe në ka rastis me shku në për najat ndryshme, edhe kryesisht këngëtarët që i servojmë publikut janë këngët kryesisht që kënojnë për këtë venet të ndryshme, këngët e njëta, të ripërpunume ose qysh dhe qoftë. Pse, Faton, është që ky problem? A puna që njerëzit përdypin qëto këngë, a problemi që na nuk jena të varfër me muzikë, a është njerëzit që përdypin qëto sane? Na nuk kemi të varfër me muzikë, ma spari. Kemi shumë këngë, kemi shumë sane që mu i me i servu edhe me i ripërpunu. Problemi është ndonjëherë që edhe njerëzve nuk duhet me ju lënë fajës, njerëz varet e çka ju servan. Edhe, po problemi shumë artistë dhe shumë këngëtar mendojnë që mos po rrezikon nëse imponon diçka të re. Nuk është rrezik ajo. S'është rrezik. Vetëm duhet me gjetë momentin, se nëse brenda një darsme është një periudhë kogja e gjatë kohore. I ka. Veç më varet për shembull qysh i gjen momentet e dura për me i servu edhe shumë këngë, edhe shumë repertuar, se mbrana një darsme ka shumë gjenerata ndryshme që marrin pjesë. Është ai momenti, me thonë ideal i këtë mbrëmjes, ajo festa, ajo shpërthimi. Po janë disa momente që unë zakonisht e praktikoj edhe me grupin, e gjojni me thonë 20 minutë, sa ma gjatë, se normalisht në darsma dihet lypet vallëzimi ma shumë. Vallëzimi ma shumë. Po. Po e gjoj një pjesë ku i këndojmë disa këngë që të gjithë ullë,
këngë tona shqipe tamam, Bravo. që kanë tekst, kanë përmbajtje dhe unë e shoh që krejt e gjojnë vetën ato këngë. Do të bëni përgjithësi. Krejt e gjojnë vetën, më këngëtarëve, thonë. apo. Është edhe qysh den edhe me gjithë momentin, Domethënë, po edhe normalisht ka disa që nuk me gjithë vetën edhe në ato këngë. e kjo. Është edhe kjo, për shembull se dikush identifikohet vetëm me një stil. Për shembull, kur gjum dal si solo këngëtar, me ka qenë me i hy stileve ndryshme, duke fillu prej zbavicës, edhe popullorës, mirëfillte dhe këngëve mirëfilta shqipe. Po turbo folk e ka të vetën, nuk do të sa na shkollojmë kështu, kështu që është e krijuar, edhe ky farlloj miksi nuk është i lehtë. Se ka edhe stilin e vokalit do të më ndryshue, nuk do të thotë me i bot njëjta që këndon një këngë popullore. Ja, shumë ka rëndësi. Shumë ka rëndësi. Ja, ajo është baza. Ajo është baza. Ti sa dush me kur për mas, nuk e s'ka ki, që nuk ta përcjell, ka shumë rëndësi aranzhmani, që ta krijon. Edhe ajo është, unë e them edhe instrumentist i mirë të pështon. Të nxjerr për situatës. Kështu që unë e kam fatin që bashkëpunoj shumë vjetë, çdo herë me muzicienta shumë mirë. Unë e çmoj shumë muzicentin mbas edhe unë vetë muzicient s'ka lidhje pse e kam bërë vetë një hap para. Unë instrumentin nuk e lë koronash. Kështu që instrumentisti i mirë duhet më ushmu edhe duhet edhe me pagu. Edhe me pagu. Kjo është kryesorja. Se është vullneti. Tash më zbome edhe shumë modest. Normalisht këngëtari ka xhabarën kryesore. Edhe po jo dhe bashkë me Alona Onash. Ato mas i kemë punat e pare, dhe për mene, në për ne janë darsma kryesisht, gjithmonë kanë me dalë dikosh me lyp një këngë, me jaknu, me porosi, me naj pare, diçka. Unë e di që e mira materiali është komplet në kite bojna, përveç dashniza i muzikës është edhe puna e pare. Po, është shumë e vështirë që kjo ndërhyrja për shembull kur e ki planifiku ti qa me knu, edhe dalim për shembull për darsmës me porosi, me ta ndru qatë komplet planin ton të këngëve që i ki para pa për mi sërvu në darsëm. A të lasha është shumë problematike përveç pelojmë të anën e mirë me materiale. Ka qenë koha kur mina e mas luftës. Edhe disa vjetë kogja ka shku që e fërë, qaj trend. Qaj trendi. Dhe për mu ka qenë normale. Base nuk mund është mrena një nate, ose me tëna ta mësafir, se cilit me marë përësia. Edhe unë në atë kohë kam qenë instrumentist, dhe di që këngëtarët kanë pas shumë ngarkes. Ngarkes. E jashtë zakonshme. Edhe normalisht edhe dansmat kanë qenë shumë atë gjata. Se sot që buon. Jo, se sot që buon. Edhe ka ndodhë për shembull kur 10 herë ose minimumi na kanë thonën a jeni të ditë këni në të uru që zisa herë. Se për shembull pyet tavolinës ka shkruar dikush ja urën, po na nuk kemi këngëtarën nuk është ka kështu ton ku më parën. Se ka ndodhur. Ti kanë pru kështu veç letra. Veç letra pa. Po ti koni obligum me një farë mënyrë se nuk e ke ditë çka pason. Kritika ka mujtë me qenë, se që ka pas dhënë verbale. Absolutisht. Po përgjithësia ka qenë shumë e madhe. Edhe kur ka ardhur, jeni të përshëndet një fëmijë 7 vjeçar. Do të thonë tash protagonisti i asaj mbrëmje, Dhondri dhe Nusa, u harrojshin. U harrojshin tu marrë fokusit e. Edhe po me kohën, edhe njerëz se zakonisht secili ku shkon me një aheng familjar, merr edhe anët e mira pozitive dhe negative këshyr, kur ti ndodh një rast, familjen e vet, ai ka mi praktiku të mirat vetëm. Dhe për shembull çdo herë që ka ndodh kur i marr vesh, kanë thonë tash, do të thonë disa vjet me radhë, shumica në vena nuk ka. S'ka ma praktikohet kjo. Qofse edhe ka, vazhdon me programin tonë thot. Aha. Po vetëm edhe shumica dhe njerëzve tash që se duhen se është çfarë urimi dhe përshëndetja nuk është vetë e keqe se don me
Një respekt dhe i dikune në diçka, po. Edhe, por nuk ta imponon kongën. Në atë kohë do është edhe kongë. Edhe kongë, po dhe? Se për shembull kur 15 herë po aki një kongë e njëjtë. Pa, më datë. Është monotoni, monotoni dhe kongë kes, po di çka më thonë, ma shumë. Po problema për muziciana për shembull, je fokus në komandë dena. Muzicianët tonë atë kam 15 kongë komplet performancë. Nuk ka ne farë vullneti çka më zhvillu rreth asaj kongë. Kështu që po tash jo. Tash jo, shumë mirë. Po flas edhe në punën dhe ekipën që kam, i kemi disa rregulla që kur të merrem me vesh me çdo klient cili do me na pas neve na igun e tij familjar, i kemi disa sane që i specifikojmë që janë edhe për të mirën e eventit. Kupton, jo pse na kombinojnë neve. Po gjithçka është në të mirën e eventit, kështu që gjithçka është të funksionon mirë. Duhet para përgatitje para se me shku me ndaj muzikore ose me ndaj darsëm si grup, a merr kohë për shembull me caktu cilin ka me kënu çka tek qysh hymja e nusës së dhonit për shembull ose ke që kjo pjesë pavarësisht nëse ka ndonjë ndërhyrje që është e pashmangshme. Por ato thash që çdo herë në fillim i kemi gjithçka në letër, gjithçka është kontraktuar, edhe çdo herë domethënë edhe ju pse bëjmë se ka dikush që 2 vjet më herët bën rezervimin. A 2 vjet? Po, 2 vjet. Tash për shembull që jam javën që vjen kemi për shembull njerëz që para 2 vite ka bën rezervimin. Po 2 vjet janë shumë. Po gjatë asaj kohë ne alo që një javës edhe ditë para dasmës, mundet nëse ka ndryshuar diçka, me ndryshuar ai kërkesë, 2 vjet janë shumë. Kështu që nëse them që kena fol para 2 vjetë, nuk ka kuptim edhe ajo, po kupton. Dhe e gjejmë momentin kur ndron diçka, pse jo. Tash janë kërkesat për shembull don çifti me hyjmë në kong të ndryshëm. Speciale diçka, po. Edhe normalisht na jemi të përgatitur. Në grupin ton kemi edhe DJ-n tonë që marrim çdo herë. Është një DJ. DJ se ka raste që po kërkojnë edhe pas ceremonisë për restortës, kërkojnë tash kongë ma zbavice edhe kështu që, po edhe me çdo kërkesat, për shembull për hyrje, lypin i kongë, ma speciale, do më thonë, ai kemi njerën që mirët ma atë punë, as nuk obligohet ai për shembull me marrë ekstra një laptop ose me angazhu dikon, koqa procesit merr edhe kohë, kështu që nuk japim edhe ati stres për atë pjesë, dhe pjesë tjera tash janë është një farani. Vetë jetiu ka rregull u kriju dhe është ma mirë edhe ma lehtë, gjithçka është të funksionuar pak më ndryshe. Ato shumë e njerë për shembull në Prishtinë, po flas për Prishtinë masi i Prishtinës edhe ti jeton në Prishtinë që një kohë gjatë, edhe je aktiv nëpër jetën e natës, i thon kushtimisht. Shumë njerëz mas pandemisë që në anku që ka dek jeta e natës në Prishtinë, s'ka ma qysh ka qenë përpara. Ti je aktiv, apo? Qysh është situata me jetën e natës, sa je aktiv edhe sa ka interesim për shembull për me ardhë njerëzit më mbledh në për lokalet ndryshme, me ngu muzikë live edhe... A dhe qysh dani? Prej kohës studime kur kam ardhur në vitin 2002 në Prishtinë edhe vetë profesioni ma ka imponu, edhe i marrë edhe me gastronomi, kom punu, mbas edhe gjatë studimeve kom punu, mas ne e kom hapë edhe vetë lokalin tem, kështu që i kom bo dallimet deri tani. Normalisht Prishtina gjithmonë edhe është identifiku për najat më të mira edhe, më me thonë Ballkan, edhe gjithmonë edhe thojnë edhe kanë marrë shembull. Prishtina, po. Se si zhvillohet edhe ja din ranin. Po. Po flas edhe më konë njerëz që kom përcjell eventet e çka ka ndodhur në Prishtinë, prej deri më te diskoteka Sprej, që ka qenë një vend i mrekullueshëm. Edhe këto tjera që kanë pasur një kon të ndome, s'li ka pas vendin e vet. Edhe ka gjetë vetën. Unë nuk them që mbas pandemisë ka vdek jeta natës, mbase ka ndryshuar lifestyle-i. Ja, okay.
Tash për shembull edhe gjeneratat E bën të vetën shumë. e bën vetën. Gjeneratat e reja, më i me thonë, gjeneratat e pas luftës, 20 e këndej, kanë një tjetër stil mendumit ose të daljes edhe natën edhe Që dallon për neve. që dallon shumë për neve. Do thonë nuk është kafeteria ose klubi Po fokusi fokusi ti ose klassia, më i me thonë që e zi. tash çka? Po tash për shembull, mbas pandemisë që tha, grup shoqënish marrin për shembull një vit me qira. Dhe mobilizohen kuptimin për natën që kanë me kalu, kanë mundësi edhe një muzikë live me marrë me vete. Marrë me veti dikon. Besëm që kretat mujë më mledh 20-30 vetë. E kaloj një natë perfekt, edhe puna kostos është edhe shumë e lirë. Shumë e lirë. Edhe Gjoshi, prej pandemisë kam praktiku këto farë, po është edhe tjetra, është mundësit për me dalë, ta shënë pak më ndryshe. Nuk e veç para pandemisë, prej kohës kur edhe është bo edhe, jo edhe kur është bo autostrada, Autostrada tash që vazhdojnë për Shqipërinë. Shqipëri edhe pjesa jonë, kur është hapë edhe prej anës tonë, Po. është pak më ndryshe vikendet, njerës shkojnë i kalojnë edhe në Bregdet. Shumë për një vikend, kështu që ndikon shumë edhe në edhe Prishtinë për shembull. Tashmë edhe liberalizimi viza, Kanë ndryshuar çka. Kanë ndryshuar më shumë, do të thonë ndryshe anën ekonomike e menaxhojnë më ndryshe tash njerëz. Po prapë se prapë janë venet që po funksionojnë ende, po jo sikur çka qenë më herët. Që shkon përpara. Absolutisht. Po nuk e them për shkak me thonë ava ka ndiku diçka ose ndo kriza absolutisht diçka që më ndryshu komplet sistemi. Jo, unë nuk e marr ashtu. Vetëm se njerëz po gjejnë mënyra ndryshme edhe të kënaqësisë. Kështu që ata që kanë ditë me majt, po funksionojnë ende sot. Po flas edhe ta ona gastronomisë. Ujqit e më hershëm ende funksionojnë. Dikush që për shembull se gastronomia është goxha një profesion shumë i ndihshëm, po edhe i kushtueshëm, por edhe duhet me adit trenin. Kështu që dikush ka menduar që me interior, me investim ekstrem edhe duhet njerëz me qenë pjesë e venet, kështu që jo. Funksionon. Jo, njerëz këshyrin shumë sa në tjera, duhet pronare me qenë goxha. Po si farë autoriteti stafi ndikon shumë. Kështu që venet e mahershme ende funksionojnë. Kështu që Faton, përveç Prishtinës, venit krena që i ki darsmat ose mbledhit e mramjes, je dhe jashtë kufinit për shumë pjesën Shqipënis, Maqedoni knena? Kemi shumë kërkesa. Shumë kërkesa. Po kryesisht darsma sidomos për gjatë sezonit veror. Muajt korrekt dhe gusht që janë pak më të ngarkum. I kemi kryesisht në Kosovë. Sidomos qyteti dhe veni Ana Morava dhe pjesa Karadakut ku edhe unë kam lind, janë kryesisht nga ajo pjesë. Po kërkesat janë gjithandej, edhe pjesa e Kosovës lindore, Lugina Preshevës, Bjanosit, dhe andej kemi goxha kërkesa, pjesa Maqedonisë, Tetov, Gostivar. Pa puna mentaliteti që dhe pak ma shumë? Jo, dallon normalisht, kraji me krajim, këtë janë vetëm varet që shegjen ambientin dhe njerëz. Shifët, në fillim unë e shoh që tha, ma herët do të para përgatitje para se me dalë në performancë, ka ndodhur në apo lokale, për shembull, që unë kam menu një pjesë të repertuarit, po kur i mdojnë në stage, e kom ndrua automatikisht se kom pa që nuk është nata për qatë. Po edhe në darsme edhe këto pjesë për... Po, duhet me pas gjithmonë. Duhet me pas gjithmonë. Po, edhe kështu që edhe të Maqedoni për shembull, Maqedoni veriore tani se po do të me të cekë këtë pjesë. Shqiptarët atje që qytetet Tetov, Gostivar, Kumanov, Shkup, edhe janë goxha
kështu të hare shumë. Të hare shumë, po. Lugina gjithashtu e Preshevës janë jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm. Po. Kështu që aty duhet më para përgatit me një tempo pak ma ndryshe. Jënë ma dinamike. Jënë ma dinamike, po, definitivisht. Faton, përpara një këngëtar suksesi, me thëmë, kushtimisht është krahasu me ata a ka lansu një album, dveti. Qashtu është llogarit përpara. Sa do pak problem albumi se s'ki qysh me shit albumin përveç komplet ka me qitë në Spotify ose në rrjetet e ndryshme sociale. A jetu përgatit, a i ki këshyra ata se sa do është tjetër kohë për me konë aktiv në rrjetet sociale. Sa i aktiv me këngë edhe a ki mendu në album për me përgatit me lëshu prej Fatonit dhe grupit Fatonit. Kur kam fillu solo karierën, të vete e këmë thonë që normalisht du të me prodhu. Me prodhu këngë tondën. Edhe tash nuk të mësh me diti se në atë kohë këtë trendi që vish me dhezë. Tash nuk dihet bre kur. Tash pungohen këngët e para 20 viteve, por i kthehen, edhe tash i këndot ose dikuna një këngë 2000 kër e ka lansu, në rrjetet sociale për i bot viral, bo aki një refren, një insert, për i gjallë dhe artistin, cilin... E di kush o është harru. O është harru nështë ta. Tash nuk i dim më në ato. Po konga mirë, është konga mirë. Edhe tjetër, nuk ka as kongë të kjesë, muzikë të kjesë. Ka njerë interpreti, dalon. Dhe, kur kom fillu, senën e parë që kom bo 10 këngë të mija, edhe kom bo promovimin e albumit. Në vitin 2018. 2018? Po. Edhe kur e kom bo, para se me lansu, para përgatitet, edhe më të ishë, album po banë, që tash. Edhe, do thonë, nuk po e bëj asë për shqitje, po e bëj për me pas, jo këto, po kom mundu vazhdimisht me praktiku, që mbrana çdo vitit me i bo përmbledhje të shumë këngëve që i bon gjatë vitit, ose covera, me i bo prap me një lloj përmbledhje, kur gjo i lonë në sirtarin tim, arkiv, edhe ka shumë e vlerë albumi, Dani. Shumë ka vlerë. Normal, rrjetet sociale kanë bot vetën, tash na s'mujna me ndryshu, por ajo është diqysh. Ajo është ajo që i mësu edhe është diçka një produkt që i ki edhe... Unë është një vlerë dhe një vepër për shëpua dhe kër e shëpë. Definitivisht. Edhe këto, këtë sanë edhe jëmë të mënu çdo vetë gati me praktiku. Tash ndodhë në herë dhe të përpunu me këngë, të ripërpunu me. Ko vera, po me ranësi një diçka që është një brum jam. Një brum jotë, definitivisht. Edhe, po është u rikëthy prapë, nuk është që është u ndalë. Po do të shka me një farë periudë. Apo shka, vjen disa momente, po, qëre vlerat e çdo sene nuk kupin. Unë një ditë të u kthy nga Shqipëria, një radio e Shqipënisë, a beson 2 orë, derisa krej nuk mujtë, kanë shumë muzikë hitet e tona. Dy viteve të 90-ta, deri ka fillimi vitet 2000, beson që më kapin një farë nostalgjie, edhe në kryevepra dhe thëmë pse nuk po prodhon këngë. Sa do të po prodhon shumë shpejt, veç me dalë diçka që më konë aktiv në rrjetet sociale. Pra ato fashi kënga mirë është kënga mirë, projekti mirë. Edhe do më thonë, qef me, se cila ma e mirë se tjetra. Desh pop, desh rock, desh ka dush që kanë lëshu, këtë atë venin e vetë. Tash do të mund më gjyku mu, po edhe se, jo një këtë ritme që atë, jo, së është puna. Tash ka me qëre koha që është to? Jo, së është puna. Se me po me rikëthy tash pjo pëlqen edhe në shtatë gjenatave të reja. Definitivist. Kështu që unë të thëmë edhe producentve, edhe kompozitorve, tri, në qofë se vinë, edhe tekst shkruzë normalisht, më mundu me po sanat mirë. Faton, sot s'ka tekst. Shumica këngëve që pingoj janë dyqysh shumë e pa kuptim e rëndësive që mu lidhë, nështë një rinë përfundimi me koni njëjtë, nuk është që e ka një tematikë mrena që asajna. A i pajtimit ajo? Po për ato thash se tekst është temeli i këngës. Edhe në bazë tekstit edhe kompozitorit cili merë me aranjues së orkestru këngë, ka me pas adin edhe ma, s'po të thëmë atletë punën, po ka mo, kur është teksti nivel,
Edhe ka më mundu me bo edhe kongën aranjmoni pak ma qashtu. Po, nuk mëj me gjyku, ase edhe nuk mëj me u kritiku ndështa, po besom që jo. Mu më ofrojnë, pa më ofrojnë. Që ka njerës që këshyrin edhe me u afirmu ose me hin treg, po besom kur të më vinë disa tekste, unë vjen marrë veç qa ka shkrujt, apo këptan. Po nuk i thëmë që kesh se s'ma leja natyra, kom është. Asë njeri, po dyqysh nuk e di, po tashaj dika e ka vetën edhe ma do. Dikush e merë. Ne. Dikush e merë. Kështu që thëmë prapë edhe du të më mundu dhe me rikëthy dhe të kalu më. Kjo është shumë edhe me rritë artista që do të me... Jo, normal. Këtë fush me jep shumë rëndësi, edhe me insistu. Me insistu. Me lyp që ato. Me lyp. Me lyp, bravo. Edhe besoj që ka dikon, po tash, unë më i me thonë më si në step, këta që, për shkak që ndoshta s'po e gjenë vetën, po unë e thonë du të me insistu dhe ata. Edhe ata. Ose më rikëthy, ose me dalë pa, edhe me ditë se na, ndoshta na jarë punë dhe angazhimet që i kemë, nuk më i me ditë kush po shkruun. Definitivisht. Aden, kur e ki dikon që të vjen, që të thot, merret që tekst, ose dikush një vi melodike a i tjetri, pak ma e letë është, aden. Po, në basë punëve, nuk po mund është bashkë më konë të në konë fokusin me pasë. Jo, absolutisht, jo. Unë, për deri sa, thëmë, normalisht është, nuk është e letë, se ta është du ketë me i kry, por për mu është dhe knasi, edhe kur dalë, edhe kur ndryshe flasone, ndryshe full dhaj tjetëri. Ta është varet marrëveshje që shqibanë, dikush shqibanë edhe për booking, dikush shqibanë edhe për me menagju dhe për... Edhe rjetës sociale, shka do që po. Unë me rjetës sociale, me punën teme që kom e bu për shumë vjetë me radhë dhe... Nuk është e letë. As pak, unë po të kalëzë është kogja sfiduse. Po thomë, nuk është e letë në përgjithësim në general ketë. Edhe për me majtë, tash, me këqyrë që tash ma herët, mos më u zhyt vetëm në komercial. Me majtë edhe vlerë, me majtë edhe pjesën... Bjetes, po dhe jo veç mbi gjitha veç karjera. Dhe veti familjar, dhe kështu që toni kryesore është familja, tani këto pjesë tjera dhe muzika është profesioni jemi, nuk është as hobi, por kogja sfiduse edhe normalisht nuk mund tash, s'po thë mës mja besu. Po kërë keni producent që njefë muzikën e tregun edhe gjithë, është pak ma ndryshe, por jo dikush që nështë s'ko haber, po është i sukses shumë pjesën e bookingit. I ka lidhjet, po edhe ato e qmaj shumë, edhe që më do njefë shumë njerës që janë shumë sukses shumë këtë industri, po për momentin nëne, po, nuk të mësë me bashkëpunu. Po, a ki diçka po, ullëm, fullëm, për qatë datë ose disa data, e bëjna marrëveshje në është të më vetë. Po, jo kështu për me bëjtë. Jo, të manë kështu për. Fatar, në veç që ardhë në fund, edhe njerë shuzaj rase me të falenderu shumë, që ki pranu me konë pjesë e këti emisionit, edhe për fund kësha pas që me ngu diçka për te, me qka për shkojna. Të falemderit shumë edhe për mu ke shumë knasësi, dyshysh as intervjist nuk po thëmë, një bashkëpisedim, kogja i mirë, dhe gjithë shka rreth punës që e bëj, edhe ty të rejë shumë suksese. Për fund, baladën, ti edin, një kohën kogja e punu me mjeshtrisht, tash nga studio do Basë Rekos, i përshëndes shumë e ndritin dhe pimin që janë punëtorë dhe mundon me punu në mënyrën më të mirë të mundshme. Edhe është mirë prit, kogja mirë, po kom knatësinë edhe pranë televizionit tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shikues të nderuar, kaq që për sonte, Fatoni Sufi, po shkojna me këngën e Fatoni Sufit Baladën, edhe na ndëgjohemi dhe shihemi prapë në emisionin e radhës. Natën e mirë.
Me duar që mdridhen në pianon time të vjetër, sa kove që jem shikue në eshtje pa frym në etër. I flas asaj pa fjall, ajo tingull nuk dhuron, për ta si e hoj gjerë në shqel, bote që me nduram dëgjon. Ti e din se isha vetëm në ty pran, ballkimin ndaj kësaj bote knoj me zanin tan. Ti e din se isha vetëm në ty pran, ballkimin ndaj kësaj bote knoj me zanin tan. Jetë nuk e dua një andër të zbrast, unë me toke djel mes nesh të du në gjdo qast. I flas asaj pa fjall, ajo tingull nuk dhuron, për ta si e hoj gjerë në shqel, bote që me nduram dëgjon. Ti e din se isha vetëm në ty pran, ballkimin ndaj kësaj bote knoj me zanin tan. Ti e din se isha vetëm në ty pran, ballkimin ndaj kësaj bote knoj me zanin tan. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.